Surja Ad-Duhan, Mekkase, 59 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ha Mim. Betohem në librin e qartë, ne e zbritëm Kuranin në një natë të bekuar. Vërtet ne gjithmonë kemi qenë paralajmërues. Në atë natë të zbritjes së Kuranit vendoset çdo punë e urtë me urdhërin ton. Ne gjithmonë kemi nisur të dërguar si mëshirë prej Zotit tënd. Me të vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ai është Zot i qiejve, i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet midis tyre, nëse besoni me bindje. S'ka Zot tjetër të vërtet përveç atij. Ai e jep jetën dhe e shkakton vdekjen. Ai është Zoti juaj dhe Zoti i të parëve tuaj të lashtë. Por ata argëtohen duke dyshuar. Andaj ti prite atë ditë kur qielli do të lëshoj tym të qartë që do t'i mbuloj njerëzit e do t'u thuhet: ky është dënim i dhemshëm. Mohuesit do të thonë: o Zoti ynë, lirona prej dënimit, ne tashmë besojmë. E si mund të përfitojnë ata nga këshilla, ndërkohë që më para tyre u pat ardhur një i dërguar me shpjegime të qarta, e ata i kthyen shpinën duke thënë: ai është një i çmendur, i mësuar nga të tjerët. Edhe sikur t'ju lirojmë nga dënimi pak kohë, ju me siguri që do të ktheheni në mosbesim. Ditën kur do t'i mbërthejmë ata me forcën më të madhe, ne do të hakmerremi. Përpara tyre ne vum në sprov popullin e faraonit, kur u pat ardhur i dërguar i fisnik, i cili u tha: më sillni robërit e Allahut, sepse unë jam për ju një i dërguar i besuar. Dhe mos u madhëroni mbi Allahun, sepse unë po ju sjell provë të qartë. Unë kërkoj mbështetje në Zotin tim dhe Zotin tuaj, që të mos më vrisni me gur. Nëse nuk më besoni, atëherë largohuni prej meje. Dhe ai ju lut Zotit e vet: ky është vërtet një popull keqbërës. Allahu i tha: ec bashk me robërit e mi natën, sepse ata do t'ju ndjekin. Lëreni pas detin e hapur, se ata me siguri do të fundosen si ushtëri. E sa kopshte dhe burime i lan ata, sa ara të mbjella dhe ndërtesa fisnike, dhe sa begati në të cilat kënaqeshin. Kështu, ne u alam trashëgim ato një populli tjetër. Nuk i vajtoi ata as qielli, as toka, as nuk ju dha afat atyre. Ne i shpëtuam bijtë e Izraelit nga dënimi poshtërues prej faraonit, që ishte tiran, njëri që kalonte çdo kufi të së keqes. Ne i zgjodhëm ata me qëllim mbi popujt e tjerë të asaj kohe, dhe u dham shenja, në të cilat ka prova të qarta. E megjithatë, jo besimtarët thonë: ekziston vetëm vdekja jone e parë, ne nuk do të ringjallemi. Na i risillni pra të parët tanë, nëse thoni të vërtetën. A janë këta më të mirë se populli i Tubas, apo ata para tyre? Ne i shkatërruam ata, sepse ishin vërtet punë mbrapsht. Ne nuk i kemi krijuar qiejt, tokën dhe çfarë gjendet midis tyre për t'u zbavitur. Ne i kemi krijuar ato me qëllim të plot, por shumica e tyre nuk e din. Me të vërtet, dita e gjykimit është e caktuar për të gjithë ata. Atë ditë, i afërmi
Nuk mund të ndihmoj as pak të afërmin, e as ata vetë nuk do t'i ndihmoj kush, në përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu. Ai është vërtet i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Pema e zekumit do të jetë ushqim i gjunahqarit. Si tungj i shkrira ajo do të vlojë në barkun e tij, ashtu si vlon uji i nxehtë. Engjëjve do të thuhet: rrëmbejini atë dhe çojeni në mes të zjarrit flakërues. Pastaj për dënim, hidhni mbi kokën e tij ujë të valuar, duke i thënë: shijoje këtë o njeri i fuqishëm dhe fisnik. Ja, ky është dënimi për të cilin ju dyshonit. Punë drejtët me të vërtet do të jenë në vend të sigurt, midis kopshteve dhe burimeve, të veshur në petka mëndafshi të hollë dhe armaç, të ulur përballë njëri tjetrit. Po, kështu do të jetë, dhe ne do t'i martojmë ata me hyri sy bukura. Aty do të kërkojnë çfarëdo frutash që të dëshirojnë, e do të jenë të sigurt. Atje nuk do ta provojnë më vdekjen, përveç vdekjes së parë, dhe ai do t'i shpëtoj prej dënimit të zjarrit flakërues. Kjo do të jetë dhunti prej Zotit tënd. Kjo është fitoria madhështore. Ne e kemi bërë të lehtë Kur'anin në gjuhën tënde, që ata të mund të marrin këshilla. Andaj, ti prit, se edhe ata vetë po presin.